Një 44 vjeçar italian u gjeti vrarë me armëzjarri në fshatin Salari të Tepelenës. Ai është identifikuar si Edoardo Sarki, i cili ishte administratori një fabrike të madhe tullash në Tiranë dhe prej thuajse 20 vjetësh jetonte në Shqipëri. Krimi ka ndodhur në vendin e quajtur Dilan, mes fshatrave Nivic dhe Salari. Trupi i pajet u gjet pak pas mesnate. Sipas hetimeve paraprake, biznesmeni 44 vjeçar kishte dalë së bashku me 4 persona të tjerë për gjahë në zonë. Burimet bëjnë të ditur se biznesmeni italian udhëtonte me makinë në aksin Nivic Salari, kur një person hapi zjarr me armë. Plumbat fillimisht janë drejtuar te gomat e makinës, ndërsa më pas në drejtim të tij, duke i shkaktuar vdekjen. Dyshohet se 44 vjeçari në momentin e ngjarjes nuk ndodhej i vetëm në makinë. 4 personat që ishin përgjahë me të janë shoqëruar në polici për t'u marrë dëshminë, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet dhe dinamikën e krimit, si dhe për të identifikuar autorin e vrasjes.